Ka nisur edhe dorëzimi i materialeve zgjedhore nga gjitha KZZ për të dërguar drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas përfundimit të procesit të votimit dhe numërimit të votave, tashmë të gjitha materialet zgjedhore me procedurat përkatëse do të largohen nga gjitha KZZ, të cilat të vendosura pranë Pallatit të Sportit, shkollës Ismail Qemali dhe shkollës Ali Demi, dhe do të dërgohen pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Do të jetë ky fundi që pasi do të marrë dorëzim dhe materialet zgjedhore, do të bëjmë pas edhe certifikimin e zgjedhjeve të pjesëme vendore të datës 9 nëntor. Pas përfundimit të procesit të votimit dhe numërimit, materialet zgjedhore nisen drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pas përfundimit të procesit të votimit dhe numërimit për zgjedhjet e pjesëme vendore të 9 nëntorit gjatë orëve të para të mëngjesit të së martës, është bërë dorëzimi dhe transportimi i të gjitha materialeve zgjedhore drejt Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Burimet zyrtare bëjmë dije se të gjitha materialet janë larguar nga të 4 komisionet zonale të administrimit zgjedhor, që veprojnë në territorin e Vlorës. Procesi është zhvilluar normalisht, ndërsa prezent kanë qenë edhe efektiv të policisë së Vlorës. Ngarkimi dhe transportimi kutive me fletët e votimit, proces verbale dhe dokumentacioni shoqërues është kryer sipas procedurave të përcaktuara nga KQZ-ja, duke garantuar transparencë dhe integritet të plotë të materialeve zgjedhore. Pas mbërritjes në selinë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, materialet do t'i nështrojnë procesit të verifikimit përfundimtar dhe arkivimit zyrtar, çka shënon edhe mbylljen formale të fazës pas zgjedhore për qarkun e Vlorës. Menjëherë më pas do të kryhet edhe certifikimi zyrtar i zgjedhjeve për kryetarët e Bashkisë së Vlorës, zgjedhje të cilat nxorën fituese kandidaten e Partisë Socialiste Brunilda Mersini.